Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema sonte me të jetë namazi dhe agjerimi, dy shtyllat e besimit. Për të folur më shumë rreth kësaj teme, kemi të ftuar imamin e nderuar Ardian Sediu. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fillimisht milionit ju përshëndes juve, stafin tuaj dhe gjithë besimtare nga do që na përcjellin paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju dhe mbi familjet tuaja. Atëherë, namazi dhe agjerimi. Fillimisht, çfarë mund na thuash për namazin? Si ta kuptoj namazin më mirë? Nuk ka dyshim se të gjitha adhurimet në Islam janë të projektuara prej të gjithdijshmit, Zotit të Madhreshëm. Dhe secili adhurim në Islam e ka peshën e vet. Por kur flitet për namazin, flitet për një adhurim shumë specifik, por diçka shumë të rëndësishme, e cila është një urë lidhëse mes krijuesit dhe krijesës. Pra, namazi është për veprave më të mëdha dhe më të mira dhe më precize në gjithë strukturën e mbrëmshme të Islamit. Pra, të gjitha adhurimet kanë efekt të veçantë dhe kanë tretman të veçantë nga Zoti i Madhreshëm, por namazi ka diçka më veçantë se sa çdo adhurim tjetër. Kur thoni ibadet specifik, a në kupton kjo edhe obligueshmëria e tij ka pas një trajt ndryshme nga të tjerët apo? Padyshim, kur i referohemi fjalës se namazi është një adhurim specifik, nën kuptojmë edhe burimi, origjina nga ka ardhur, domethënë obligueshmëria e namazit. Milionit ju them se në të gjitha ligjet në Islam ka pas një komunikim, një ndërmjetësim mes Xhibrilit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa për namazin i është komunikuar urdhri pe Zotit të Madhreshëm direkt në momentin kur ishte domethënë musafir në qiell. Kjo për treguar një çështje shumë interesante. Keni parë në jetën e kësaj bote për të shkurtuar distancat duhet një kohë. E Zoti i Madhreshëm për të treguar njeriu se distanca mes meje dhe teje, edhe nëse është e gjatë, shkurtohet vetëm përmes një adhurimi që quhet namaz. Lidhja e njeriu me Zotin e Madhreshëm përmes namazit e shkurton, nëse mund të them, distancën mes robit dhe Zotit të Madhreshëm. Pra, specifika e namazit sepse është bërë obligim në qiell, si dhurata dhe premia më e madhe që ka mund ta ketë pejgamberi sa në jetën e tij të përditshme, dhe ta vulos pejgamberlleku me një dhuratë e cila është e llojit e vet siç është namazi. Pra, është kaq i veçantë sepse obligim u bën qiell, jo në tokë sikur të tjerat ibadete. Kalojmë te pjesa kur çfarë ndodh me njeriu ose me brendësinë e tij kur fal namaz, a transformohet, a ndryshon njeriu? Është interesant se të gjitha ligjet në Islam e kanë në fokus njeriu. E njeriu e ka në fokus Zotin e Madhreshëm. Pra, të gjitha ibadetet në Islam kanë për qëllim që ta konsolidojnë njeriu, ta forcojnë, me një farë forme t'ia konsolidojnë identitetin e vet si njeri. Dhe tash namazi e ka një rol të rëndësishëm sepse ndikon në brendësinë shpirtërore të njeriu. Pra, me një farë forme i forcon detektorët e ndërgjegjes. Pra, e bën njeriu më të butë, më të qetë, më afër Zotit të Madhreshëm. Thjesht e bën njeriu ta shef botën për një dioptrie tjetër, jo për asaj materiale siç mund ta shef njeriu nga një këndvështrim tjetër. Pra, namazi e ka këtë specifik sepse nga brenda e ushqen ndërgjegjen njeriu dhe e konsolidon raportin, sepse për të qenë njeriu i mirë dhe i suksesshëm në jetën e kësaj bote duhet të plotësojë dy kritere. E para, vertikalja, lidhja me Zotin e Madhreshëm. Dhe asnjë adhurim tjetër nuk e forcon lidhjen vertikalen me Zotin më shumë dhe më mirë se sa namazi. Dhe çështja tjetër është horizontalja, ajo çka buron, çka derivon për ligjeve të Zotit të Madhreshëm dhe përkthehet në rrafshin njerëzor, familjar, shoqëror e kështu me radhë. E agjerimi pra është një farë pikë për referencë ku grumbullohen gjitha ligjet e Zotit të Madhreshëm dhe krijohet atë trajektoria e jetës për ta pasur njeriu dimensionin real të jetës së bote. Si mund të shpjegohet namazi të ruan nga të këqijat, namazi e pastron zemrën, kjo në praktik? Si ndodh? Në aspektin praktik, për shkak se ta kemi të qartë një çështje, njeriu është krijesë dualiste, e përbërë prej shpirtit dhe materjes. Dhe shpesh njeriu i kushton rëndësi materjes. Për shembull, lluki, dukja, ti do me zbukuru materjen në farë forme. E tash, me çka mund të zbukurohet e mbrëmshmja, shpirtërorja? E namazi pse ndon njërin nga e keqja dhe çka ndikon te njeriu? Namazi ndikon me përmirësu raportin e mbrëmshëm të njeriu. Domethënë, ajo ndërgjegja ka nevojë të ushqehet me diçka. Detektorët e ndërgjegjes, etikës, moralit, sjelljes,
forcimit, konsolidimit, ka nevojë të ushqehet me diçka. Dhe ushqimi më i mirë që e ka lënë Zoti i Madhërisht të ushqejnë detektorët e mbrëmshëm shpirtëror është namazi. Për këtë arsye ky rregullator, kur rregullohet e mbrëmshmja, atëherë edhe veprimet e jashtme kanë një rol shumë të rëndësishëm dhe kanë një përmirësim begë të dukshëm. Imagjinoni për shkak një njeri i cili është i afërt me Zotin e Madhërisht përmes namazit. Dhe namazi ka ndiku, domethënë në mënyrë më të mirë të mosh në edukimin e tij. Çfarë sjellje mund të ketë ai? Do mund të ketë sjellje pozitive, sepse dirigjohet nga e mbrëmshmja, sepse fundit refleksioni i jashtëm i njeriu në këtë botë varet nga e mbrëmshmja. Çka ti flet e mbrëmshmja realizohet edhe ton kuptimin e jashtëm. E namazi ka këtë efekt që njeriu ta rregullon për brenda e pastaj njeriu ta shef botën në dimension tjetër të saktë. A duhet presim për të filluar namazin për të lënë punë tek këqija, apo me fillimin e namazit punë tek këqija përfundojnë gradualisht? Jo, në asnjë mënyrë nuk duhet të presim diçka tjetër dhe pastaj ta plotësojmë namaz. Ne duhet përmes namazit të rregullojmë gjithçka. Nuk ka njeri të pagabueshëm në këtë botë. Sepse njeriu vetë është qenë i tillë, por Zoti i Madhërisht ka lënë stacione të ndryshme ditore që njeriu të reflekton, të ketë kohë që shpirtërorja të mirët me vetëm në farforme, sepse namazi fundit është si pasqyre, ku shifet ndërgjegja e njeriu. Dhe tash, përmes namazit ne i tejkalojmë sfidat e jetës. Pse jo edhe i tejkalojmë me vesë të këqija që mund të kemi. Pra nuk ka logjik në Islam që të mendojmë se mund t'i lëmë gjërat e këqija e pastaj t'ia fillojmë namazin. Kjo s'është logjike, sepse Zoti i Madhërisht na ka urdhëruar në Kur'an fillimisht ne kur falmi namaz nuk falmi pse jemi të këqij. E as nuk falmi namaz se jemi shumë të mirë, na thjesht falmi namazin pikë pari për shkak se është obligim ndaj Zotit të Madhërisht dhe përmes këtij obligimi realizohen qëllimet më të mira të jetës. Pra shkojmë nga ana pozitive e jetës. Pra konsiderohet i gabuar koncepti se duhet pres një kohë të gjatë, ta lënë një punë të keqe, pastaj të fillojmë me namaz. Pra duhet filluar me namaz sepse në mënyrë automatike namazi e pastron zemrën, shpirtin, mendjen dhe diçka tjetër për ta bërë njeriu më të mirë. Nuk ka dyshim se gabimi më të madh që mund ta bën njeriu është nëse distancohet prej namazit me argumente se unë jam i keq dhe duhet të përmirësohem pasaj të vite namazi. Jo, sepse po e tham edhe një herë. Ne nuk falmi namaz që jemi të këqij. As nuk falmi namaz që jemi super të mirë. Ne namazin e falmi sepse është obligim direkt për Zotit të Madhërisht. Dhe përmes këtij namazi, pastaj e peshojna veten në dy këndvështrime. E shohim se jemi të këqij në raport me familjen, shoqërinë, dhe dyta e shohim edhe anën tjetër, sa jemi të mirë në raport me shoqërinë, familjen dhe me Zotin e Madhërisht gjithsesi. Nëse shohim namazet obligative janë 5 në ditë, a mund të quhet humbje kohe nëse njeriu fal namaz apo është plotësim shpirtëror? Përkundrazi, nëse mund ta vlerësojmë se cila është koha më e mirë brenda 24 orëve të ditës dhe natës, koha më fitimpruese është koha e namazit. Sepse as që diskutohet për humbje kohe, përkundrazi, flitet për diçka shumë të rëndësishme, e ngjashme sikur njeriu rrugton për një rrugë të gjatë. Dhe pastaj duhet normal të ndalet me një stacion dikun të pushon kështu me radhë. Njeriu gjatë ditës rrugton në analet e jetës, në këtë botë begje të vështirë, në situata të vështira, në këtë shoqëri e cila zhvillohet me dinamikë të përshpejtuar. Dhe këtij njeriu, dashti apo nuk dashti, i duhet një motiv shpirtëror. Dhe motivin shpirtëror nuk mund ta gjen askund tjetër përveç se në kohën e namazit. Sepse jo rastisht namazi është bë obligim me rotacion të diellit, për dallim prej Ramazanit. Që nën kupton se njeriu është një qenie e vogël në këtë kozmos të madh, që fatkeqësisht hala nuk ka shkenca panoramë të saktë se ku përfundon perimetri i këtij kozmosi. Dhe tash njeriu është mbrana. Dhe gjitha këto ligjet që funksionojnë rreth tina funksionojnë me një komandë. Dhe për këtë arsye Zoti i Madhërisht në kohën e namazit ka dashur ky njeri të mbrohet prej presionit të kohës dhe të jetë afër Zotit të Madhërisht që të ushqehet për të vazhduar betejat e jetës. Pra përkundrazi, koha më e çmuar, më e vlefshme, më fitimpruese është koha e namazit dhe sidomos kohën bashkëkohore ku po flitet për ngarkesa, depresione ku diçka, është namazi zgjidhja vetme për të motivuar për betejat e jetës. Pra ju thoni që namazi i jep bereqet jetës, kohës dhe në përgjithësi aktivitetit të njeriut. Por çfarë thoni për ata njerëz që në kohën e xumas e ndërprejnë punën? A duhet përgëzuar apo si? Padyshim se ata të cilët në kohë të namazit të xumas e ndërpresin punën, thjesht ata e kanë ndërprer një mision të vogël për ty me një betejë të madhe.
Pra ata kanë lënë një përfitim të vogël se bote për të përfituar diçka më të madhe. Pra asnjëherë të vetme nuk mund të imagjinohet se përmes namazit, kohës së namazit njeriu humb diçka. Përkundrazi, domethënë ka lënë diçka të vogël për të fokusuar në diçka që është më e madhe. Dhe asnjëherë në kohën e namazit njeriu nuk ka diçka që mund të humbë prej kësaj bote e as për botës së përjetshme. Madje i vetmi urdhër në Kur'an për të ndërprer puna në kohën e namazit është në kohën e xumas. Pse? Sepse në atë moment zbret diçka që është mbi potencial njerëzor. Njeriu planifikon por se ka të armën në dorë. Ai i cili ka të armën në dorë Zoti i Madhërisht. Dhe shumë gjëra projektohen përmes sejdës në kohën e namazit. Dhe shumë gabime ndodhen të ardhmen për shkak se njeriu se gjen veten në kohën e namazit, në namaz ku ka thirrë Zoti i Madhërisht. Pra s'ka humbur asgjë përkundrazi ka fituar. Pasi që jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe një pjesë e madhe nga populli ynë agjerojnë, cila është ndërlidhja mes agjerimit dhe namazit? A duhet që agjerimi të shoqërohet me namazin apo mjafton vetëm njeriu të jetë agjerueshëm? Është interesant kjo çështje se Zoti i Madhërisht e ka projektuar këtë fe në këtë mënyrë që shpesh herë të bëhen bashk adhurimet me një kohë. Dhe adhurimi më i gjatë në Islam është agjerimi. Sepse koha më e gjatë e adhurimit është në Ramazan. Fillon me syfyr dhe mbaron me iftar. Mirë po, cila është lidhja tash mes namazit dhe agjerimit? Keni parë në jetën e kësaj bote për ta formuar një çështje do dy komponente. Sepse s'mjafton mish njëna. Dhe tash për ta konsoliduar qenë njeri, për ta forcuar identitetin njerëzor dhe për ta përgatit njeriu, Zoti i Madhërisht ka lënë një adhurim në janë vjet, i cili bashkohet me adhurimin 5 ditor, që është namazi. Pra nuk mjafton që njeriu të agjeron dhe të mos falet, por duhet që kjo dozë të kombinohet njëra me tjetrën, në mënyrë që të jepet efekti më i madh i moshës së bote. Agjerimi ndikon në shumë aspekte. Një prej aspekteve se ndikon agjerimi, ndikon në aspektin social. Domethënë relacionin me familjen, shoqërinë dhe rrethin ku jeton. Ndërsa namazi ka ndikuar për brenda relacionin atë vertikalen. Dhe ta shkurban të dyja të bashk. Dhe kjo është konstatim. Keni parë njerëz në Ramazan sa janë të mirë, të bukur dhe të ndryshe për jashtë Ramazanit, sepse terapia është kombinuar në kohën e duhur. Po. Dhe njeriu e ka pa realitetin me sy dhe normal ndryshon edhe raporti i tij me tjetrin. Çfarë ndodh me njeriu i cili fal namazin në aspektin e brendshëm? Sa është më bujar, sa është më i qetë, sa është më produktiv në punë dhe në familje? Nuk ka dyshim se ky namaz, nëse përjetohet në aspektin shpirtëror, ky reflekton në motiv pune. Madje ajetin Kur'an që Zoti Madhërisht dhe pasi të provon namazin ecën për punë. Domethënë, sepse jeta është dinamike dhe tash namazi do të më ndiku pozitivisht në trajtimin e çështjeve me se ballafaqohet njeriu në jetën e bote. A e shihni sa bukur Allah e ka projektuar këtë fe, sepse ka lënë stacione të ndryshme. Namazi ka dhënë kohën e caktuar, pastaj ka dhënë njeriu dhe lypë rrezikën në dunjë. Motivov dhe tash edhe në aspektin psikologjik në kohën tonë bashkëkohore që ka shumë fakultete të ndryshme që diskutojnë raportin e punës me njeriu. Dhe ende shkencëtarët vrapojnë me gjetë një motiv që njerëzit mi mbajt me formë konstant në punë, sepse i mungon një motiv i brendshëm. Dhe ne muslimanët kemi të qartë këtë çështje. Keni pa kur të lodhemi gjatë ditës dhe vjen namazin, falmi namaz, i stimulojmë pjesët e trupit me ujë, freskohemi, bim në rukun sejdë dhe mbas namazit ne fillojmë me punë dhe jemi begë aktiv. Pra ndikon drejt për së drejtë në motivim për të realizuar qëllimet më të mira të jetës. Nëse namazi dhe agjerimi janë dy shtyllat forta të ndërtesës, çfarë ndodh se të dyja dobësohen? Është e pasigurt rruga. Domethënë, imagjinohet me jetu me një ndërtesë, për shembull, nëse instruktori ose inxhinieri thotë se shtyllat janë të dobta. Sa një është i komod. Pra imagjinohet me jetu brenda perimetrit të një feje, që quhet Islam, ndërkohë që i ke shtyllat e dobta në këtë çështje. Pra nuk nihesh i sigurt dhe nuk mundesh me realizuar qëllimet më të mira të jetës. Prandaj le të shërben ky agjerim, ky muaj i Ramazanit si muaj reflektimi, që njeriu të kthehet te qendrës, të kthehet namazit, e pastaj pe namazit të reflekton edhe në adhurime tjera, sepse të gjitha adhurimet në Islam e kanë në fokus njeriu, që njeriu ta bëjnë më të fuqishëm, më të dinjitetshëm, më serioz dhe me një farë forme të japin dioptrinë saktë për me kuptuar perimetrin real që ka jeta e kësaj bote. Përse namazet dhe agjerimi janë baza e fesë, nuk kanë me diçka sikur vullnetare, po janë pikërisht ajo që nuk bën më shumë pentu.
Pra duhet t'i mbajmë gjithsesi. Sepse njëna ka të bëjë me relacionin me Zotin e Madhreshëm, e tjetër me aspektin horizontal. Për shembull, ç'kuptim ka feja e cila nuk mëson çka raporti me Zotin e Madhreshëm. Ç'kuptim pas ka një feje e cila e përshkruan një Zot imagjinar pa një praktikë reale të adhurimit ndaj tij. Pra ajo s'është fe, mund të qenë një ideologji imagjinare e cila projektohet gabimisht për mendjes së njeriu dhe e ndjek rrugën e gabueshme. Pra pse namazi është kaq i rëndësishëm në Islam? Dhe madje është shtylla e fejes, sepse brenda sajna krijohet raporti me Zotin e Madhreshëm, njeriu e njeh fuqinë e Allahut xhallahu ala, e njeh potencialin e vet njerëzor, e din ku ai ka borxh këtë dunjë, ka ardhur, pse ka ardhur dhe ku shkon. Dhe cilat janë obligimet i ndaj jetës, shoqërisë, familjes shumë radh. Në vetëm këtë adhurim. Dhe pastaj vjen agjërimi për shembull, dhe i tregon se bota ka një dimension tjetër. Njeriu shpesh herë duhet me dal nga vetja dhe me pa se ajo është qenie shoqërore, jeton me njerëz dhe duhet të trajtohen njerëz në vështrime të mirë të mundshëm. Dhe një shembull thjesht. Çfarë kuptimi kish pat nëse ne i flasim dikujt për uri dhe se ka shiu kur urin? Si kish më kuptu dikush më thon unë e kam përjetu urin shemë dhe nuk e din ti sa kam qenë i uritur, nëse se ka përjetuaj. Dhe ta shqyre Zoti i Madhreshëm shka ka përjetu, që njeriu të hyjë në agjërim, ta abstenoj për materiales, dhe ta shef se shpirtërori është më e fuqishëm se materialja, dhe ta shef se në jetën se bote nuk ka gjithçka materiale. Dhe shpesh mund të pash njerëz që kanë klithma të rënda për shkak të varfërisë, dhe ti smuresh me ndje afërsinë me ta, nga se ke kuptuar hala se çka është se sa rëndon, domethënë uria kështu më radh. Dhe ti e përjeton në Ramazan dhe pastaj e rregullon dimensionin në raport me shoqërinë. Pra ju thoni që ti jesh praktikues në këtë rast edhe i namazit, por edhe agjërues, duhet të jesh shembull shoqëri në aspektin jashtëm me sjellje fjalë të mira? Padyshim. Domethënë nuk ka kuptim kjo feja jon po flas Islami, nëse kjo nuk zbërthehet në relacion edhe me tjetrin për shembull. Atëherë nëse ne themi se namazin ndikon në përmirësimin e tekut të njeriu. Ç'kuptim ka nëse një njeri fal 5 kohë namazit dhe sjell e ka të keqe? Pra një pikpyetje e madhe, o nuk ka qenë prezant me shpirt në namaz, dhe namazi ka mbyll rrugën që të mos ndikon namazi, o kjo ka keq kuptuar fen. Pra qëllimi është që ti të jesh më i sjellshëm, më i mirë dhe ta kuptosh mirë dimensionin real. E dini se në kësaj bote për shembull askush nuk ka mundësi me kuptuar realisht sa ka ndikim ana shpirtërore nëse s'ka lënë për derë të agjërimit. Imagjinoni po jetojmë në një kohë ku për shembull po provohet të bien argumente të ndryshme se njeriu është qenie vetëm materiale dhe duhet të bën gjithçka që të arrijë objektivat materiale. Dhe po harrojnë se njeriu është qenie shpirtërore. Dhe nëse nuk e dominon shpirtërora materialen, njeriu e humb efektin vetë si njeri, sepse njeriu e ka marrë epitetin njeri vetëm për shkak të aspektit shpirtëror dhe mental që ka, jo për shkak të aspektit fizik. Nga sa aspekti fizik ka krijesa tjera, por njeriu e arrin pjadestalet më të mira të mundshme kur i bëhet bashkë shpirtërorja dhe materialja dhe dirigjon shpirtërorja. E për ta dirigjuar shpirtërorja patjetër të më kaluar në ligjet e Zotit të Madhreshëm, siç është namazi dhe agjërimi. Cila është porosia juaj në raport me atë i cili është vetëm agjërueshëm, por namazin ende s'ka fillu? A duhet t'ja filloj? Porosia jonë është çu na mëson jetën se botë dhe jeta e përditshme, që gjërat të fillohen nga nishi. Pra njeri shkon në klasë parë, fillim e pastaj ngritet. Allahu xhallahu ala pas besimit në Zotin një, obligimin më të madh që ka bërë krijesave, ja ka ngarku krijesave është namazi. Pra nuk mundet kaq lehtë një besimtar me dal prej kësaj bote të injoru një argument shumë fuqishëm Zotit Madhreshëm. Sepse vepra më e mirë që do Zoti, më shumë që do Zoti Madhreshëm është namazi. Madje preambula mbi të cilën ndërtohen adhurimet tjera është namazi. Dhe njeriu nëse dështon në namazin e kësaj bote, thjesht e ka të pamundur me arrit qëllimet më të mira të jetës, me finalizu, me kapitulu, me domthonjë jetën në konvështrim më të mirë të mundshëm. Prandaj ne shërben ky agjërim, se edhe një silutje fuqishme ndaj Zotit Madhreshëm që t'i kthehemi namazit dhe pastaj të ecmë në rrugën e kësaj bote, ashtu që ka thënë Zoti i Madhreshëm, mas dëshmisë në Zotin një, namazi, agjërimi, pastaj zekati, haxhi, e kështu me radhë, sepse s'ka kuptim jeta pa Islam pa namaz. Në fund vetëm ai që agjeron, namaz nuk fal, a duhet vazhdoj agjerimin? Sipas gjitha mendimeve të dietarëve në përfundim të debateve të shumta, sepse kjo është temë e gjatë në fik dhe në usul fik, unë i takoj mendimin se ai duhet të vazhdon agjerimin. Sepse askush nuk ka të drejtë me mbyll në derë e cila çon te Zoti i Madhreshëm. Por derisa ai ka pranuar me adhuru Zotin në këtë mënyrë, që agjërimi është adhurimi më i madh, më i rënd, ai e ka një shkëndijë të imanit. Dhe ne, që thot shariati, nga prizmi i të mirës,
e shoh me një gacë, një shkëndijë të dritës imanit tina. Dhe ne themi vazhdoje agjërimin, por gjithsesi lutë Allahun që të shpërblen me diçka që hala s'ka shpërbly, të kthen në namaz dhe pastaj ta vazhdon jetën në mënyrë më të mirë të mundshme. I nderuar, falenderoj shumë për angazhimin tuaj mbi këtë temë. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit, kënaqësi është e mia, Zoti ju shpërblet juve suksese. Shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni sontem, deri në emisionin e radhës, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju.